Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar shikues, ju ftoj të na ndiqni në këtë edicion qendror informativ të News 24, fillimisht që njohim me titujt kryesor. Raporti i Komisionit Evropian vëren me shqetësim se në Shqipëri ka presion mbi drejtësinë dhe vendimet e gjykatës kushtetuese nuk zbatohen. Kritika për Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe Këshillin e Lartë të Gjyqësorit. Krimi organizuar dhe korrupsioni kërcënim për Ballkanin Perëndimor, prokurorët e rajonit mblidhen në Tiranë. Rinumërohen 94 kutit e Gramshit dhe Peqinit në disa raste më tepër flet votimi se sa votues. Gjykata e posaçme rrëzon kërkesën e Erion Veliajt për lirimin nga burgu, mbetet në fuqi edhe sekuestrimi i apartamentit. Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta kërkon të dalë nga burgu, pretendon se SPAK ka shkelur afatin e hetimeve. Përshkallëzohet konflikti Izrael-Iran, raketat në Jeruzalem e Tel Aviv vritet komandanti iranian. Rusia sulmon Kievin me raketa dhe dron të paktën 15 të vrarë, mes tyre një amerikan. Njemi tani më gjërësish. Komisioni Evropian ka përfunduar draftin paraprak jo zyrtar lidhur me performancën e Shqipërisë sa i takon shtetit të së drejtës, përfshirë reformën në drejtësi, luftën kundër korrupsionit dhe të drejtat themelore. Në draft raport shpreh shqetësim për presionet ndaj drejtësisë, pasigurinë ligjore për ripërtëritjen e gjykatës kushtetuese dhe mosbatimin nga kuvendit të disa vendimeve të saj. Po ashtu raporti ka kritika edhe për KLG-n dhe KLP-n. Raporti i Komisionit Evropian mbi sundimin e ligjit në Shqipëri thekson se niveli i perceptimit të pavarësisë gjyqësore në vend vazhdon të jetë mesatar, si tek publiku i gjerë ashtu edhe tek kompanitë. Raporti i Komisionit Evropian konstaton me shqetësim përhapjen e korrupsionit. Edhe pse përpjekjet për parandalim janë rritur, korrupsioni mbetet i përhapur në shumë fusha, duke përfshirë zonat me rrezik të lartë për korrupsion. Transparenca e kufizuar në procedurat e prokurimit publik, veçanërisht për partneritetet publik-privat, mbetet një burim shqetësimi. Specializimi në hetimin dhe ndjekjen penale të korrupsionit në prokurim është i dobët, keqpërdorimi i fondeve shtetërore gjatë fushatave zgjedhore mbetet një fushë shqetësuese, pavarësisht iniciativave të ndërmarra nga Komisioni Qendror Zgjedhor për të monitoruar dhe sankcionuar shkeljet përfshirë korrupsionin në lidhje me zgjedhjet e 11 majit 2025. Gjykata kushtetuese e Shqipërisë sipas raportit vazhdoi të funksionojë në mënyrë efektive, ndërsa dështimi i vazhdueshëm i Parlamentit për t'u përmbajtur disa prej vendimeve të saj dhe pasiguria ligjore gjatë kozgjatjes së mandateve të anëtarëve të saj janë shqetësuese. Pasiguria ligjore vazhdon në lidhje me përfundimin e mandatit të 2 anëtarëve të gjykatës kushtetuese për shkak të interpretimeve të ndryshme të dispozitave përkatëse nga Kuvendi dhe Gjykata e Lartë. Për njërin nga rastet, presidenti i Republikës në rolin e tij si autoritet emërues, i drejtoi një kërkesë zyrtare gjykatës kushtetuese për të ofruar qartësi mbi mënyrën e pajtimit të 2 parimeve kushtetuese që lidhen me llogaritjen e mandateve. Raporti ende në fazën e një drafti konfidencial, nga shqetësime mbi funksionimin e Këshillit Lartë Gjyqësor dhe Këshillit Lartë të Prokurorisë. Një fakt i rëndë konsiderohet edhe punësimi në shkollën e magjistraturës të emrave të lënë jashtë sistemit nga vetingu. Nuk është shënuar ndonjë zhvillim domethënës nga KLG-ja dhe KLP-ja në forcimin e transparencës për ngritjet në detyrë dhe transferimet. KLG-s i mungojnë rregullat e brendshme të nevojshme për të ushtruar funksionet e saj në mënyrë efektive, ndërsa ato të KLP-s kërkojnë rishikim. Të 2 këshillat nuk kanë rregullore të brendshme për konfliktet e interesit të anëtarëve të tyre, duke bërë që rastet e mundshme të konflikteve të interesit të mos trajtohen. Duke i kushtuar një kapitull të veçantë, raporti i Komisionit Evropian vlerëson aktivitetin e prokurorisë speciale, ndër të tjera shkruhet se SPAK bëri përparim të prekshëm drejt një rekordi të fortë në luftën kundër korrupsionit, veçanërisht në nivelin e lartë, dhe përdorimi i hetimeve financiare dhe konfiskimi i asetave është përmirësuar. Jorida Tabaku komenton draft raportin e Komisionit Evropian duke cilësuar si një dokument të fortë ndaj qeverisë dhe sulmeve ndaj gjyqësorit. Deputeti i APD-s thotë se nëse Shqipëria nuk zhvillon zgjedhje të lira, rrezikon të bëjë hapa pas në procesin e integrimit. Ajo shton se PP pritet të sjellë në Shqipëri një mision fakt mbledhës për akuzat e opozitës për farsë. Kryetaria e Komisionit për Çështjet Europiane, Jorida Tabaku, thotë se raporti Rule of Law i publikuar nga Komisioni Evropian është një goditje e fortë për qeverinë shqiptare
dhe për sulmet e zhvilluara ndaj SPAK. Nuk kisha parë një raport i cili niste në faqen e parë i referohet arrestimit të kryebashkiakut, ish kryebashkiakut tashmë Erion Veliaj, i cili thot aksione dhe reagime publike të paprecedenta nga legjislativi dhe nga ekzekutivi ndaj sistemit gjyqësor, po njëkohësisht edhe presion që kulmoi me 2 letra nisur Ministrisë Brendshme për sulme fizike ndaj SPAK-ut. Tabaku deklaron se nëse zgjedhjet nuk mbahen siç e kërkojnë standardet europiane, Shqipëria mund të bëjë hapa pas në procesin e integrimit siç ka ndodhur me Serbinë. Shqipëria është duke u kontrolluar për grup kapitullin e parë, sepse është grup kapitulli që është hapur i pari dhe do të mbyllet i fundit. Dhe këtu janë dhe zgjedhjet. Dhe nuk ka rrugë tjetër Shqipëria përveç se organizimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, që kësaj radhe nuk ishin, respektimin e parimeve të pavarësisë gjyqësorit, që siç e thot raporti, nuk është. Shumë vende të tjera të rajonit, dhe këtu i referohen për shembull rastit të Serbisë, si rezultati i cënimit të kritereve të grup kapitullit parë, zgjedhjeve, mediave, kanë bërë hapa pas. Deputetja e PD-s thekson se zgjedhjet e 11 maj do të denoncohen dhe pritet që Partitë Popullore Europiane të sjellin në Shqipëri një mision faktmbledhës për shkeljet në procesin elektoral. Zgjedhjet së pari për Partinë Demokratike nuk janë kapitulli mbyllur. Ne presim raportin final, presim një mision faktmbledhës nga EPP-ja, por nuk janë kapitulli mbyllur as për Komisionin e Jashtëm Parlamentit Evropian. Në korrik do të miratohet raporti final, i cili u miratua në Komisionin e Jashtëm, do të miratohet në një seancë plenare dhe menjëherë pasaj edhe Komisioni i Jashtëm Parlamentit Evropian do të bëjë një plan pune për mision faktmbledhës në Shqipëri në fillim të vitit të ardhshëm. Jorita Tabaku deklaroi se PD do të vijojë të thotë të vërtetën në çdo institucion ndërkombëtar për vjedhjet e zgjedhjeve të 11 majit. Krimi organizuar dhe korrupsioni mbeten kërcënime të përbashkëta sigurie për BE-n dhe vendet e Ballkanit Perëndimor. Në forumin e prokurorëve të Ballkanit Perëndimor që u zhvillua në Tiranë, u theksua nevoja për bashkëpunim të ngushtë rajonal. Ambasadori i BE Silvio Gonzato theksoi se puna e prokurorëve ndikon drejt për drejt në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Bashkëpunimi në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ishte në fokus të forumit të prokurorëve të përgjithshëm dhe special të Ballkanit Perëndimor, që u zhvillua në Tiranë. Kreu i SPAK-ut, Altin Domani, tha se asnjë vend në rajon nuk mund të përballet i vetëm me krimin e organizuar dhe korrupsionin, duke theksuar nevojën për bashkëpunim të ngushtë rajonal. Grupet apo organizatat kriminale janë të ndërlidhura. Operacionet janë transnacionale dhe rrjetet e tyre janë shtrirë kudo. Një hetim që nis në një vend na çon drejt fakteve të dyshuarve apo lëvizjes së parave në një vend tjetër. Për të shpërbërë këto struktura, na duhet të veprojmë me vendosmëri, jo vetëm brenda territoreve respektive, por edhe në mënyrë kolektive si pjesë e rajonit. Kjo do të thotë më shumë hetime të përbashkëta, ndarje më e shpejtë e informacionit, besim i ndërsjellë mes prokurorëve dhe një vizion i qartë se gjeografia nuk e pengon, por e ndihmon partneritetin tonë. Sipas prokurorit të përgjithshëm Olsian Çela, bashkëpunimi me Eurojust dhe prokuroritë e vendeve fqinje ka arritur të japë fryte përballë krimit që vazhdon të sofistikohet. Trafiqet e drogës, armëve, kontrabandimi i njerëzve, si dhe aktivitetet të tjera kriminale vazhdojnë të përbëjnë shqetësim për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe ne kemi përgjegjësinë për të gjetur zgjidhje në goditjen e këtyre fenomeneve kriminale. Ndërsa përpjekjet tona për të luftuar krimin tradicional janë në rrugë të mbarë, sfidat që lidhen me krimet në fushën kibernetike dhe përdorimi për herë më i madh i teknologjisë dhe i kriptomonedhave në veprimtaritë kriminale kërkojnë një përgjigje efikase. Thirrje për bashkëpunim më të ngushtë mes agjensive ligjzbatuese bëri dhe ambasadori i BE-s Silvio Gonzato, i cili theksoi se puna e prokurorëve ndikon drejt për drejt në procesin e integrimit të Bashkimit Evropian. High-level corruption is a feature of many criminal activities and is also... Ne njohim angazhimin e vendeve në rajon për të luftuar krimin e organizuar, që është i dëmshëm për kohezion social dhe gorryen besimin e qytetarëve tek institucionet. Rrjetet kriminale përdorin edhe institucionet për të zgjeruar ndikimin e tyre. Duhet të punojmë së bashku. Forcimi i sundimit të ligjit është sfidë thelbësore për vendet që duan të antarësohen në BE. Puna juaj ndikon direkt në këtë proces. Pandëshkueshmëria nuk duhet të jetë e pranishme në shoqëri.
Natyra në zhvillim e krimit ndërkombëtar kërkon vigjilencë dhe nisma konkrete dhe burime financiare dhe njerëzore. I pranishëm në forum ishte edhe presidenti i Eurojust, i cili e cilësoi Ballkanin Perëndimor si një partner shumë të rëndësishëm dhe theksoi se Eurojust kërkon të rrisë nivelin e bashkëpunimit për të luftuar grupet kriminale. Gjykata e posaçme ka lënë prapa hekurave kreun e Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj. Në seancën e kësaj të martë, kryebashkiaku kërkoi mas më të lehtë sigurie kundrejt garancisë pasurore. Sa kaq gjykata e lartë shqyrton muajin e ardhshëm kërkesën për lirimin e tij. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka lënë në fuqi masën e arrestit me burg për kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj. Përmes avokatëve, Veliaj kërkoi mas më të lehtë sigurie kundrejt garancisë pasurore, ndërsa për biznesmenin Elman Abule është lënë në fuqi masa e arrestit në shtëpi nga e njëjta gjykatë. Në seancën e kësaj të hënë, kryebashkiaku nuk ishte i pranishëm dhe u përfaqësua nga avokatët, të cilët kërkuan lirimin e tij nga qelia e paraburgimit të Durrësit. Po këtë të martë, gjykata e posaçme ka lënë në fuqi masën e sekuestrës edhe për një apartament në zonën e Kodrës së Diellit në Tiranë, për të cilin prokurorët e SPAK kanë dyshime se është në pronësi të Veliajt dhe bashkëshortes së tij, Ajola Xoza. Masa e sekuestros ishte ankimuar nga shoqëria Agikons. Në kuadër të kërkesave për lehtësimin e masës së sigurisë në shkallët e gjyqësorit, nga ana e kryebashkiakut Veliaj, gjykata e lartë ka caktuar datën 8 korrik për shqyrtimin e kërkesës së Veliajt dhe biznesmenit Elman Abule. Rekursi në gjykatën e lartë është futur në procedurë të përshpejtuar, ndërsa relatore është caktuar gjyqtarja Albana Boksi. Antarët e trupit gjykues janë caktuar Medi Bici dhe Sokol Binaj. Rekursi do të shqyrtohet në dhomë këshillimi pa praninë e palëve. 2 muaj më parë, SPAK ngriti edhe një tjetër akuzë ndaj Veliajt dhe bashkëshortes së tij, atë të fshehjes së pasurisë, dhe vendosi sekuestro ndaj këtyre pasurive në zonën e Kodrës së Diellit në Tiranë. Ndaj Veliajt, bashkëshortes dhe disa biznesmenëve rëndojnë akuzat e korrupsionit dhe pastrimit të parave, si dhe fshehjes së pasurisë. Gjykata e posaçme ka dhënë dënimet për 5 ish zyrtarë të Bashkisë së Tiranës të hetuar për një nga segmentet e dosjes 5D. Hetimet nisën pas të dhënave në lidhje me favorizimin e 2 kompanive për rikonstruksionin e parkingut të stadiumit Selman Stërmasi. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka dhënë dënimet për ish zyrtarët e Bashkisë së Tiranës, të akuzuar në kuadër të dosjes 5D, ish drejtoresha e Tirana Parking, Eglantina Zere dhe ish zyrtarët e tjerë Riviola Baxha, Enkeleida Qyta, Bruno Koçi dhe Kristo Zhulati janë dënuar me nga 6 muaj burgim secili. Gjykata refuzoi kërkesën e SPAK-ut që dënimi për të pandehurit të pezullohej dhe ata të viheshin në shërbim prove. Si dënim plotësues, gjykata ju hoqi të drejtën për të ushtruar funksione publike për 5 vite me radhë. Ish drejtoria e përgjithshme e institucionit Tirana Parking, Eglantina Zere dhe 4 zyrtarët e tjerë të Bashkisë Tiranë, Riviola Baxha, Enkeleida Qyta, Bruno Koçi dhe Kristo Zhulati, u vënë në akuzë për shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike. Nga hetimet e SPAK-ut është provuar fakti se e pandehura Eglantina Zere në cilësinë e drejtuesës së Tirana Parking në varësi të Bashkisë Tiranë, në bashkëpunime të pandehurit, Enkeleida Qyta, Bruno Koçi dhe Riviola Baxha në cilësinë antarëve të Komisionit të Ofertave dhe antarin e njësisë së prokurimit, Kristo Zhulati, kanë krijuar avantazhe dhe privilegje për shoqërinë VAS Konstruksion SHPK dhe Roku Guest për rikonstruksionin e parkingut të Selman Stërmasi. Prokuroria zbuloi se ofertat e operatorëve ekonomik janë bërë nga persona që punonin në shoqërinë 5D Konstruksion. Ish-presidenti Ilir Meta ka kërkuar në GKK verifikimin e kushteve të masës së sigurisë dhe zëvendësimin e kësaj mase me pretendimin se janë shkelur afatet dhe përgjatë 8 muajve. SPAK nuk ka paraqitur prova të reja në informacionin 2 mujor për çështjen. Për këtë arsye, gjykata e posaçme ka caktuar datën 20 qershor për zhvillimin e seancës. Kreu i Partisë së Lirisë ndodhet në qelitë e paraburgimit në Tiranë prej tetorit të vitit të shkuar. Më 27 maj të këtij viti, SPAK mori zyrtarisht të pandehur Ilir Metën dhe ish bashkëshorten e tij Monika Kryemadhe, duke ngritur ndaj tyre disa akuza, si ajo e korrupsionit, pastrimit të parave dhe fshehjes së pasurisë. SPAK e akuzon Metën për ndikime korruptive dhe përfitime monetare në çështjen Çesdia, në një marrëveshje interkoneksioni, çështjen e lobimit të LSI në SBA, si dhe për një marrëdhënie të dyshuar korruptive për ndryshimin e një ligji në favor të një biznesmeni. Sipas SPAK, akuzat të ngjashme rëndojnë edhe mbi deputeten Monika Kryemadhe.
U përkujtua këtë të martë 28 vjetori masakrës së urës vajgurore, ku pas përplasjes me bandat kriminale mbetën të vrarë 4 punonjës të policisë. Në ceremoninë përkujtimore morën pjesë drejtues të lartë të policisë së Beratit, familjarë të dëshmorëve dhe qytetarë të shumtë. Është përkujtuar të martën 28 vjetori i masakrës së urës vajgurore, ku pas përplasjes me bandat kriminale mbetën të vrarë dhe të djegur brenda mjetit të blinduar të policisë 4 efektiv: Arjan Shemuni, Miltjad Koço, Aslan Selami dhe Ilia Banaj, ndërkohë që 6 efektive të tjerë: Thimi Tanku, Shkëlqim Selfaj, Ylli Dhamo, Neim Gjeroveni, Angjelush Pasha dhe Arben Bega mbetën të plagosur rënd. Drejtues të lartë të drejtorisë vendore të policisë Berat dhe familjarë të polisëve të vrarë në krye të detyrës kanë përkujtuar e nderuar të afërmit e tyre, duke vendosur kurora e buqeta me lule në lapidarin kushtuar 4 polisëve. Policia e shtetit në bashkëpunim me familjarët dhe bashkinë timor organizojnë një ceremoni në nderin tyre për kujtimin e tyre, cili dhanë kontribute dhe është një shembull frymëzimi për gjithë policinë e shtetit, cili do të kontribojnë për realizimin e gjithë detyrave dhe objektive që ka kjo organizatë. Një dëshmitar i asaj ngjarjeje ka treguar se si ndodhi përplasja mes bandave dhe policisë. Në Berati Fatosnan, kishë bërë një metingë dhe këta për shoqëronin deri në poshje. Këtu ishe Musa Protodori, kishë ata kriminellet aty, edhe pritë me predhe. Predhe parë edhe goditi tangu më përpara, edhe mori flakë. Nuk arritë do të dilin. A i shoferi tangut e kam në fshatit tim, me zorë doli në tangut dhe iku me vrap. Ishe dhe qatë dhje policë, po këta i ke brana nuk kishim mundësi të dilin, u doli. Ne s'kishim qatë të bërë. Përplasja e armatosur ndodhi më 17 qershor 1997, pas shumë mitingjeve elektorale të partive politike. Atë ditë në qytetin e Beratit ka qenë Fatos Nano, aso kohë kryetari i Partisë Socialiste. I shoqëruar nga Skënder Gjinushi, ndërsa në komunën Poshnje përfaqësonin Partinë Demokratike në miting Azem Hajdari dhe Gens Pollo. Vëme të tjera informacione, ka përfunduar rinumërimi 94 kutive të votimit për qarkun e Elbasanit, ku konstatuan disa parregullësi, siç ishin mungesa e fletëve të papërdorura në disa kutia, po dhe fletë votimi që kishin vetëm një vull. Tabelat e hartuara nga numëruesit e KQZ do u dërgohen partive politike, ndërsa nesër do të nisë rinumërimi votave për 1282 vota për qarkun e Tiranës. Në total do të rinumërohen 2323 kuti. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përfunduar rinumërimin e votave për 94 qendrat e votimit të qarkut Elbasan, që i përkasin Peqinit dhe Gramshit, bazuar në vendimin e marrë nga KAS gjatë shqyrtimit të ankimimit të koalicionit PD-HM. Nga verifikimi i këtyre kutive janë konstatuar disa problematika, ku në 15 raste fletët e votimit kishin një vule dhe jo 2. Po ashtu vërejt se në disa kuti mungonin fletët e papërdorura, si dhe rezultoi se në disa raste kanë votuar persona që nuk e kishin emrin në listën e zgjedhësve. Kandidatët demokrat në qarkun Elbasan, Blendi Himçi dhe Aurel Bylykbashi, kishin kontestimet e tyre gjatë procesit të numërimit, duke theksuar se në Elbasan ka funksionuar fenomeni i manipulimit i njohur si treni bullgar. Janë quajtur për përpësën, po ishin pa vesh. Është argument shtesë për mua për të vërtetuar më shumë ndaj kudo që ky numërim. Po kam të problem. Ndërkohë tabelat e nxjerra nga rinumërimi 94 kutive të Peqinit dhe Gramshit do t'ju vijnë në dispozicion partive politike, që më pas mund të paraqesin pretendimet e fundit të hënën, kur KAS do të zhvillojë mbledhjen përfundimtare për ankimimin e PD-s për qarkun Elbasan. Të mërkurën do të nisë rinumërimi i votave për 1282 qendrat e votimit për qarkun Tiranë, ndërsa më pas do të vijojë me 587 qendrat e qarkut Fier dhe 360 kutit e qarkut të Durrësit. Në total do të rinumërohen 2323 kuti votimi të zgjedhjeve të 11 majit. Vendosemi me informacionet nga bota, teksa përplasja mes Izraelit dhe Iranit hyri në ditën e 5 të dyja vendet shkëmbyen zjarr duke lëshuar raketa. Irani goditi në Jeruzalem dhe Tel Aviv, por shumë raketa u kapën nga sistemi antiraketor të Izraelit. Izraeli ndërkohë vrau një komandant të lartë të ushtrisë iraniane gjatë sulmeve të mbrëmjes. Rrugët e Teheranit u mbi ngarkuan nga trafiku, teksa banorët përpiqeshin të largohen, ndërsa shumë të tjerë nxituan në pikat e karburantit.
Alarmet për bombardime u dëgjuan përsëri në disa pjesë të Izraelit mëngjesin e sotëm pasi Irani nisi një val të re raketash në përgjigje të sulmeve të Izraelit në ditën e 5 të përplasjes mes tyre. Shpërthime të forta u dëgjuan në Jeruzalem dhe në Tel Aviv, ndërsa mbrojtja ajrore u aktivizua menjëherë. Shërbimet e urgjencës janë ende në vendngjarje në zona që janë goditur në Izraelin qendror. Një zyrtar ushtarak izraelit u shpreh në raundin e fundit të sulmeve iraniane u lëshuan rreth 20 raketa, shumica të cilave u kapën, por disa goditje u identifikuan në zona të hapura. Që prej nisjes së konfliktit 24 persona janë vrarë në Izrael dhe më shumë se 500 janë plagosur. Në Iran shpërthime të forta u dëgjuan në kryeqytetin e vendit Teheran, ndërsa Izraeli vazhdoi me sulmet e tij. Televizioni shtetror raportoi se 3 nga punonjësit e tij u vranë kur ushtria izraelite goditi selinë e tij një ditë më parë. Ushtria izraelite njoftoi se vrau komandantin ushtarak iranian Ali Shadmani në një sulm në Teheran gjatë orëve të mbrëmjes. Shadmani mori detyrën si shef I shtabit I cili planifikon operacionet përbashkëta ushtarake mes forcës elitare të Gardës Revolucionare dhe ushtrisë së rregullt iraniane. Ai e mori rolin pasi pasardhësi I tij, Gholam Ali Rashid u vra në një sulm izraelit javën e kaluar. Trafiku I rënduar mund të shihet në Teheran dhe radhët po rritën në pikat e karburantit, ndërsa banorët evakuohen nga kryeqyteti, raporton BBC. Njerëzit në qytet po pyesin se si mund të largohen, ndërsa një banor shkruante në rrjetet sociale se si mund të evakuohet Teherani me 10 milion njerëz. Në një intervistë televizive, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se Izraeli kishte dëmtuar ndjeshëm programet e raketave bërthamore dhe balistike të Iranit, por theksoi se forcave të tij u duhej ende më shumë kohë. Grupet e të drejtave të njeriut thonë se kanë dokumentuar më shumë se 400 njerëz të vrarë në Iran, mes tyre 197 civil, sipas Associated Press. Të paktën 15 persona u vranë përfshirë edhe një shtetas amerikan dhe 44 të tjerë u plagosën si pasojë e sulmeve me dron dhe raketa të kryera nga Rusia ndaj Kievit. Forcat ruse kryen sulme me raketa dhe dron duke shënjestruar disa zona të kryeqytetit Ukrainas. Rusia raportoi se mbrojtja e saj ajrore mbrapsi 2 dron ukrainas që ishin nisur drejt Moskës. Të paktën 15 vet u vranë përfshirë dhe një shtetas amerikan dhe 44 të tjerë u plagosën si pasojë e sulmeve me dron dhe raketa të kryera nga Rusia ndaj kryeqytetit të Ukrainës, Kievit, njoftuan zyrtar të Ukrainas më 17 qershor. Forcat ruse kryen sulme me raketa dhe dron, duke shënjestruar disa zona të kryeqytetit të Ukrainas. Kryetari I Bashkisë së Kievit, Vitali Klitschko, deklaroi se 9 vet u plagosën në qarkun Siatoshinski dhe 11 të tjerë në Solomianski. Klitschko tha se një Amerikan 62 vjeç vdiq në një shtëpi në qarkun e Solomianskit. Edhe pjesë të tjera të Ukrainës u përballen me sulme, përfshirë dhe qytetin e Zaporizhjas, ndërkaq Rusia raportoi se mbrojtja e saj ajrore mbrapsi 2 dron ukrainas që ishin nisur drejt Moskës. Njësitë kundërajrore ruse po ashtu shkatërruan 51 dron ukrainas mbi rajonin kufitar të Belgorodit mbrëmjen e 16 qershorit, njoftoi Ministria e Mbrojtjes e Rusisë. Moska, që ka nisur pushtimin e plotë të Ukrainës mbi 3 vjet më parë, ka vijuar sulmet ndaj Ukrainës pavarësisht përpjekjeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të arritur një armë pushim. Pak përparim është bërë në procesin e paqes, përveç se palët kanë rënë dakord që të shkëmbejnë të burgosurit e luftës. Moska ka refuzuar kërkesën e Kievit për një armë pushim pa kushte, ndërkaq Ukraina ka refuzuar kushtet e vendosura nga Rusia, duke I cilësuar si ultimatume. Kjo është gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për të informuar në çdo kohë me lajmet më të fundit nga vendi e rajonit dhe bota, ftohet të vizitoni faqen balkanweb.com, aty mund të ndiqni dhe News 24 në live stream. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, pas pak ju lë në shoqërinë e emisionit Në Shënjestër me kolegen Klodiana Lala.